Po ndalemi të pacientat e cilët janë pak më të vetëdijshtuar rreth problematikave dhe rëndësisë së smundjeve të zemrës, parandalimit dhe të diagnostikimit të hershëm. Një smundje e zemrës e diagnostikuar në fazë të hershme, në kohë, a jeton ai person në një jetë cilësore njësoj? Padyshim që po, nëse një smundje diagnostikohet, kapet me kohë, atëherë fillon trajtimi edhe parandalimi, masat parandaluese për mos më ndodh më keqja. Ta zëm më herët, po kthejna në fillim kur përmendëm këtë kardiomiopatin hipertrofike. Nëse identifikojmë një pacient me kardiomipati hipertrofike edhe konsiderohet që është shumë i rrezikuar nga vdekja pa pritur, atëherë konsiderohet vendosja një pajisje që na quajmë ICD, e cila është ka një rol preventiv, që nëse ndodh një rregullim i ritmit që rrezikon ndaljen e zemrës, ajo pajisje